Mirë, kthehemi në studio, do të flasim tani për situatën post-zgjedhore, do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me kolegen gazetar Gërola Hate. Gërola, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit ju. Mirë, do të ketë një rikthim në parlament ditën e njëjtë, për çfarë do të diskutohet, e njëjtën tjetër, domethënë. Në datën 29 maj, në orën 12, mbahet seanca plenare që rikthen deputetët në jetën parlamentare pas shkëputjes që u bë për shkak të fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Pritet që këto punime të zgjasin të paktën deri në datën 8 korrik dhe të gjithë deputetët aktual të kuvendit e gëzojnë mandatin e deputetit deri në datën 8 shkurt. Dhe më pas pritet që në seancën e parë çelëse të legjislaturës të ardhshme të kuvendit të betohen deputetët të cilët fituan mandatin në zgjedhjet e 11 maj dhe të startojë legjislatura e re e kuvendit. Pritet që në shtator të kemi emra të rinj. Vetëm nga Partia Socialiste, nga 83 mandate që fitoi në total, 53 janë emra të cilët shkojnë për herë të parë në kuvendin e Shqipërisë, pra është një riformatim thuajse më shumë se gati 60 apo 70% e grupit parlamentar të kësaj force politike dhe do të kemi dhe emra të rëndësishëm për jetën parlamentare që do t'i mungojnë kuvendit në shtator, siç është Pandeli Majko, Klotilda Bushka, Ermonela Felaj, Toni Gogu dhe emra të tjerë. Blerina Gjylameti, po ashtu pra janë emra, po sidomos Klotilda Bushka apo Ermonela Felaj që kanë dhënë kontribut në anën legjislative për shkak edhe të backgroundit të tyre si juriste, sidomos në komisionin e ligjeve. Pra janë emra të rëndësishëm të cilët nuk do të jenë më në kuvend, ndërkohë që sa i takon zgjedhjeve të 11 majit me votë preferenciale, pra me votën e qytetarëve, në kuvend do të shkojnë në total 44 deputet, nga 140 që janë në total, vetëm 7 nga Partia Demokratike hynë me votë preferenciale dhe 37 nga Partia Socialiste, sipas të dhënave, dhe parlamenti i ri në shtator pritet të ketë 50 gra dhe vajza në total, pjesa më e madhe në Partinë Socialiste, 34 në total. Pa do të kemi një konfigurim totalisht të ri të parlamentit. Kemi për shembull zotin Majko që nga viti 1992 ka qenë pjesë e jetës parlamentare dhe tashmë do të mungoj, po ashtu dhe zoti Basha nga viti 2005 e në vijim ka qenë në kuvendin e Shqipërisë dhe nuk do të jetë më pjesë e jetës parlamentare, zoti Ali Bea, po ashtu zoti Dashamir Shehi, pra emra që kanë kontribuar dhe që në përgjithësi. Gërola, se i takon edhe, po themi, SPAK-ut, është vënë re një dukuri që shumë kandidatë që kanë mbetur jashtë janë futur në vitin e dytë ose të tretë të punimeve parlamentare dhe është folur shumë në fakt për disa dhjetra kallëzime që ekzistojnë sot në strukturën e posaçme antikorrupsion, por gjithashtu edhe në prokuroritë e zakonshme. Madje thashë theme ka patur që do të ketë dhe ndërhyrje nga SPAK-u për shkak të këtij volumi të madh denoncimesh. Çfarë pret të ndodhë, mendon se mund të ketë dhe deputet që s'do ta gëzojnë mandatin në thonjza? Njëjtë sikur se ka ndodhur dhe në 4 vjeçarin e kaluar, ka pasur hetime nga ana prokurorisë posaçme që kanë iniciuar më pas mbledhjen e komisionit të mandateve dhe imuniteteve për t'i hequr imunitetin deputetëve të caktuar, e më pas ka rezultuar në disa raste edhe në humbjen e mandatit të deputetit, që më pas ka ardhur radha e të pasuesit në listën e rezultateve elektorale dhe në këtë mënyrë pritet në fakt që të ketë hetime nga ana e SPAK-ut edhe gjatë viteve në vijim. Madje sipas informacioneve një pjesë e dosjeve janë duke u përfunduar nga SPAK-u, gjë që pritet të spostojë një pjesë të emrave të fituesve të zgjedhjeve të 11 majit dhe më pas u vi radha dhe këtyre emrave që kanë ngelur jashtë listës së fituesve, por për shkak të votave që kanë mbledhur mund të jenë shumë afër kuvendit, nëse do të ketë një spostim të tillë për shkak të hetimeve të SPAK-ut. Janë lakuar shumë emra, por nuk do doja të ndalesha në një emër konkret, për aq kohë sa nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga ana e prokurorisë posaçme. Gërola, është folur në këto zgjedhje edhe për ankimimet që janë bërë nga po themi kandidatët për numërimin e votës preferenciale, një sugjerim se sa sugjerim mund të jetë nga Rama që të mos ndiqet rruga e ankimimeve, mund të ketë surpriza nga kërkesat që janë bërë apo duket e vështirë? Ka pasur kërkesa qoftë nga
kandidatët e Partisë Socialiste, po ashtu dhe të Partisë Demokratike, të koalicionit Euroatlantik edhe të djathtas për zhvillim po ashtu, për të marrë pamje të filmike të KZAZ-ve të caktuara apo edhe të qarqeve të caktuara për të bërë dhe një identifikim të qartë nëse është ndjekur si duhet procesi i numërimit të votave. Nga ana e kandidatëve të Partisë Socialiste ka qenë zonja Etilda Gjonaj, Blerina Gjylameti, Xhemal Qefalia dhe Frog Gjini, të cilët kanë kërkuar pamjet filmike nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një pjesë e tyre janë tërhequr nga kjo kërkesë, pikërisht pas mesazhit të kryeministrit Edi Rama, i cili ka kërkuar që të mos ndjekin rrugën e kërkesës së pamjeve filmike për të mos nxitur dhe një luftë të brendshme të panevojshme mes socialistëve, por mbi të gjitha për të mos hedhur dhe hije dyshimi ndaj numëruesve të Partisë Socialiste, të cilët kanë qëndruar për rreth 8 ditë në numërimin e diasporës, për shembull, por edhe në numërimin e KZAZ-ve të votuesve brenda vendit, pra të mos hidhet asnjë hije dyshimi e tillë ndaj njerëzve të Partisë Socialiste. Ka qenë kjo kërkesa në fakt e Ramës, që në një farë mënyrë tingëllon edhe pa drejt në disa raste. Për shembull, zonja Gjylameti ka qenë mjaft e zëshme gjatë fushatës dhe ka qenë gjatë gjithë kohës prezente në terren, dhe këtë gjë ka thënë dhe në disa komunikime mediatike që ka pasur, ndërkohë që shohim që ka pasur kandidat nga ana e Partisë Socialiste në listë hapur, jo aq prezent në terren, por që kanë grumbulluar numrin e mjaftueshëm të votave për të kualifikuar dhe për të fituar një ulse në legjislaturën e ardhshme të kuvendit. Dhe zonja Gjylameti ishte më afër me zonjën Olta Xhaxha, e cila duhet thënë se të paktën nga ajo çfarë ne kemi mundur të vërtetojmë, nuk ka qenë dhe aq prezente gjatë 30 ditëve të fushatës, megjithatë arriti që të fitojë mandatin e deputetes. Po jo vetëm nga ana e Partisë Socialiste dhe nga ana e Partisë Demokratike, zoti Ilir Ali Mehmeti për shembull, që ka kërkuar pamjet filmike. Megjithatë, do të shihet nëse ka pasur një paregullsi në procesin e numërimit, të jetë aq i madh numri i votave që është numëruar gabim, sa të mbush hendekun dhe mund t'i kualifikoj si deputet. Ndërkohë, Gjëra, se takon premtimit të kryeministit Rama për Shqipërinë, Bashkimin Evropian, ka patur zhvillime edhe në Bruksel. Për çfarë bëhet fjalë? Ditën e sotme, drejt Brukselit kanë udhëtuar grupi negociatorëve shqiptar, të udhëhequr nga Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani dhe kryenegociatorja Majlinda Dhuka, për të çelur grup kapitullin e 3, që ka të bëjë me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Përfshin disa kapitull ky grupim, duke filluar nga transformimi digjital, taksimi, politika ekonomike dhe monetare, politika sociale, ndërmarrjet, shkenca dhe kërkimi, arsimi dhe kultura. Dhe në total bëhen rreth 27 fusha për të cilat Shqipëria ka hapur tashmë negociatat me Bashkimin Evropian. Vetë kryeministri Edi Rama nuk do të jetë sot i pranishëm në Bruksel në çeljen e këtij grup kapitulli, megjithatë duket se gjasa deri më tani janë pozitive, nisur edhe nga gjithë zhvillimet gjeopolitike. Bashkimi Evropian tashmë do që të jetë më i unifikuar dhe të ketë gjithnjë më shumë shtete pranë vetes, dhe rasti i Shqipërisë dhe Malit të Zi janë dy shtete të cilat janë më afër integrimit në Unionin Evropian. Mali i Zi padyshim është hapa përpara Shqipërisë, për shkak se momentalisht është duke i mbyllur negociatat për një pjesë të mirë të kapitujve me Bashkimin Evropian, ndërkohë që Shqipëria është ende në fazat paraprakje të hapjes së negociatave. Duhet shumë punë deri në finalizimin e të gjitha kritereve të Unionit Evropian. Megjithatë, mesazhet e dhëna qoftë nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa kur ishte në Shqipëri për samitin e Komunitetit Politik Evropian, por edhe të liderëve të tjerë të Europës janë pozitive. Për shembull, zoti Costa gjatë qëndrimit të tij në Tiranë u shpreh se Shqipëria mund të antarësohet në Union edhe para vitit 2030 nëse ecën me këto ritme. Megjithatë, duhet thënë se është jo vetëm një pjesë e madhe e reformave që duhet kryer, por dhe legjislacion që duhet unifikuar me ato të Unionit Evropian, dhe do të shihet nëse gjatë këtyre viteve do të mund të bëhet një punë kaq e madhe, kolosale, do ta quaja, për të bërë qoftë edhe unifikimin legjislativ dhe jo më pjesa e reformave që po ashtu kërkon një punë të konsiderueshme. Gjëra, ndërkohë, në rastet e proceseve integruese sugjerohet edhe një lloj bashkëpunimi ose përfshirje e opozitës. Do ndodh diçka e tillë? Kemi parë që për shembull dhe në legjislaturën aktuale ka qenë Jorita Tabaku ajo që i ka fryrë kësaj ideje. Beson se do të ketë bashkëpunim, apo ke parë një qasje komplet të kundërt të opozitës?
Zonja Tabaku është kryetare e Komisionit të Integrimit në këtë legjislaturë, megjithatë është parë që shpesh herë lihet jashtë çdo diskutimi sa i takon integrimit të Unionit Evropian. Dhe gjithëpërfshirja është një pikë mjaft e rëndësishme. Gjithëpërfshirja jo vetëm e opozitës, por gjithashtu dhe organizatave jo fitimprurse dhe të gjithë komponentëve të shoqërisë shqiptare në procesin e integrimit të vendit në Unionin Evropian. Përgjithsisht është përpjekur nga ana e qeverisë që të monopolizohet ky proces dhe të mos ketë përfshirje të opozitës. Është bërë disa herë thirrje nga ana e zonjës Tabaku që të ketë më shumë gjithë përfshirje të opozitës në këtë proces. Megjithatë, për shembull, sa herë që ka çelje të negociatave për kapitull të caktuar, shpesh herë pozicioni negociues i Shqipërisë nuk i bëhet me dije edhe opozitës. Pra, para se të publikohet zyrtarisht në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, opozita thuajse është një ter informativ sa i takon procesit të integrimit. Është një pikë që padyshim duhet të ndryshoj, por nga zgjedhjet e 11 majit, rezultati elektoral që ka tashmë Partia Demokratike me 50 mandate, jo vetëm që nuk ka më një forcë vendimarrëse si më parë në kuvendin e Shqipërisë, por mund edhe për shkak të numrit të lartë të votave që ka vetë Partia Socialiste, mund të ndihet edhe e mënjanuar sa i takon proceseve vendimarrëse të integrimit në Unionin Evropian. Kërëla lidhur edhe me ecurin nga shtatori e tutjes, si pret punimet parlamentare me një dominancë kaq të thellë nga PS-ja, çfarë mund të ndodhë? Nga ana e Partisë Socialiste në fakt vjet re që disa zëra mjaft potencial kanë humbur në legjislaturën e ardhshme, megjithatë do të shihet se si do të jenë të rinjt të cilët erdhën qoftë nga platforma deputeti që duam apo që u integruan për herë të parë rishtazi në këtë forcë politike. Mund të përmendim vetëm disa emra të cilët më herët kanë qenë mjaft të shprehur, pra të zëshëm politikisht, por pjesa tjetër ndoshta do të ketë më shumë një qasje teknike, ashtu siç shihet të paktën deri më tani. Nga ana e opozitës pritet që të ketë reagim, të ketë ndoshta zhurmë në kuvendin e Shqipërisë, pasi shpeshherë do të jenë, siç e thash, të mënjanuar në procesin vendimarrës për shkak të shifrave që kanë në kuvend, pra nuk e kanë më dominancën, kanë vetëm 50 vota. Dhe Partia Socialiste mund të votojë e vetme pjesën më të madhe të ligjeve, ka shumicën e votave të nevojshme, qoftë për ndryshime në projekt ligje të cilat kërkojnë shumicë të thjesht votash, por gjithashtu dhe ato që kërkojnë shumicë cilësuar, ndryshime në kod penal, civil, apo edhe ndryshime më të mëdhaja legjislative. Pra, në këtë sens, duke qenë se ka një forcë kaq të madhe vendimarrëse mazhoranca, padyshim që do të ketë një reagim të fortë nga ana e opozitës dhe në fund është detyra e saj që të ngrejë kauza dhe të çojë zërin e qytetarëve, qoftë ata që e kanë votuar ta përcjell në kuvendin e Shqipërisë. Por interesante do të jetë edhe përfshirja e partive të reja, qoftë koalicioni i zotit Adriatik Lapaj, e po ashtu edhe Agron Shehaj. Agron Shehaj ka qenë vazhdimisht i zëshëm në fakt në parlament, por pritet që të intensifikohet edhe më tej. E qartë. Gerela, shumë faleminderit që ishëm në kënaqësi të bisedoni. Faleminderit jo. Mirëmiq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakohemi ditën e nesërme, si gjithnjë në orën 13, deri atëherë ju mund të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Bashkë mirupafshim.